Ta të pithojnë që kena me bu sot. Që t'ja kom shtyt. Në vaktin shumë të shpejt, mas ujt me hurme edhe limon, një ndër vaktet ma të shpejta për ata që janë demila dhe pritojnë. Këto kemi kefir, 250 ml preferohet për një person, një lugë gjelle fara qia dhe një lugë gjelle fara liri. Edhe këto e bujmë bramja, niftar, e lojmë gati për syfër, edhe i shtojmë arrore si pas dëshires. Edhe shijes tuaj. Edhe shijes tuaj, mu më pëlqen shumë kanila, po dhe për me neutralizu insulinën në trup, kanila ndikon t'i për mirë, se na jep edhe ndjenjën e ngopjes. Kësaj mujna mishtu edhe pak banane, nëse doni, po jo shumë banane, për shkak që banonja e rritë energjinë edhe mosën flanë se edhe përmbohen sasi është sheqerit e pësë është natural pak ma shumë. Disa, ose për shembull boronicë, arroret. Për këto arroret që kemi marrë janë edhe me frutat thata. Ose për shembull boronicë, aroni, çka do që keni, edhe të ngrime e bën, nuk ka problem. Çka do që ju pëlqen. Për shembull bën edhe pse ka ndyna të shëndetshme kështu mujna mishtu edhe avokado. Varet, kjo krejt është sipas dëshires. Më thonë është një vakt tepër i shpejt, që s'di që najkush mënet me e bua, kupton? Mjafton një qështu për ata që pritojnë me me pregadit. Më thonë që kjo ke ajo shujta, e vogël, e shpejt, edhe më shumë vlera ushqyse. Dhe kjo nuk ju lejon të ndjeni uri gjatë ditës, sepse ju mbahen të ngopur, sepse i ka yndyrrat e shëndosha, i ka proteinat e mjaftueshme që organizmi ka natural. Më thënë, kjo është njëna për recetave që mas leti mëni me bu. Para se me ndru recetën, është shumë rëndësishme me i pregadit të paktën 4-5 orë para se me i konsumu. E thash, njëftar është mirë me bu, për shkak të farave qia dhe fara liri që i vynë me arritat bëmimin në kos, ose kefir, ose kos grek, ose në dënë qumë shtë kujt i pëlqen, dhe nuk na bëme e mbark, nuk na shkaktojnë fryrje tani gjatë ditës.